thënë ai rregulli me pas njofshëm me marr specializim, sikurse fatkeqësisht ekziston në për disa vende tjera. Pa përmend Kosovën këtë rast. Nëse e gjen një mjek shqiptar që është në pozitë, atëherë kime pas një mundësinë e njohjes, të kisha thonë se kur për periudhën që kam qenë në Gjermani, atëherë nëse ke pas kontakt me mua dhe me të them si pajtim e ke dërguar një kandidat që është prej Kosovës, atëherë kish si referencë kish më shumë me favorizu që me marrë se specializant apo njofsi. Nëse ka qenë në ekip përzgjedhës se ka qenë shqiptar. Po, për shembull. Jo, po flaste panelit që bën përzgjedhjen e specializantëve të vendeve të tjera, jo shqiptar, po në përgjithësi po përfshi edhe shqiptar. A ekziston ajo metoda që me këshirë me a gjithë lidhjen, me a gjithë vezën? Jo, absolut. Unë po e marr një shembull shumë konkret, kom një kolegë, nuk du me përmend me emën, për shkak të privatësisë tina dhe tem. Në repartin ku isha unë, në kirurgji isha vitin e 3 specializim, edhe ai do të me arë me fillu specializim vitin e parë. Edhe unë shefit që kisha të repartit, thëmë, kushtimisht ky personi ka më arë një intervistë të ju, është mesin e 3 kandidatëve. Kisha pas dëshirë me pas është i vendit tem dhe kom një gjuhë përbashkë me të qoftë në gjuhën timet nanës ose gjuhën gjermane. Edhe futën një intervistë bashkë me 2 kolegë tjerë. Mirë po, ashtu ka qenë ajo drejtësia gjermane, më thëtë shefi pastaj thëtë, unë e zgjedha atë personit që ma propozove ti, jo pse ma propozove ti, po e meritoj. Ndoshta të kishë qenë kufi me të 2 tjerë, e kisha marrë se ma propozove ti, po kjo e meritoj, duk shumë ishte maj mirë se këta 2 tjetë edhe e mora. Jo pse më thati, po në këtë ras e mora me drejtësi. Edhe kjo bën me dije se sa nivel është përzgjedhja e kandidatëve. Tani nuk do me thonë që ti nëse e përzgjedh si kandidat për me kry një specializim e shet gjatë rrugtimit tën fillestar, mujt e parë që nuk je për atë specializim atëre, edhe ndajnë anë është të japin një këshill, është mirë me ndru, mos me marë as vetë vetën në shau. Po, ta japin. Në çfarë periudhe kohëret lejohet? Në çfarë periudhe kohëret lejohet me ndru? Lejohet, për shkak që thash ajo kirurgjia bazë, 2 vitet bazë, njihen edhe në drejtime.